tjetrin dhe jemi munduar të harruajmë edhe në këto vite pas lënies së futbollit. Ajo është zhvilluar gradualisht, vit pas viti, fillimisht në kuadër këtu brenda duke u aktivizuar me njëri tjetrin, pastaj duke përfshirë edhe klubet e tjera, apo të themi ish klubet të periudhës që ne kemi luajtur, me qytetet e tjera. Kemi kaluar më tej në trevat shqipfolse, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, e kështu me radhë. Thelbësorja apo themelorja e këtij aktiviteti së pari është kënaqësia që neve na ka dhënë futbolli, edhe atë kur kemi qenë të rinj, po atë ndjeshmëri vazhdojmë ta kemi edhe sot. Gjithashtu duke pas parasysh që tradita është identitet, duhet ta ruajmë se s'bën identitetin e klubit tonë, të Flamurtarit. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Në rasti sot, unë jam së bashku me miqt në një mendim që sporti në këtë rast i shërben shumë mirë edhe turizmit, në mënyrë të veçantë në qytetin tonë, që dihet tashmë është bërë një nga qendra, do të thosha, më atraktive për të kaluar pushimet e sezonit veror.